Nëse të duket vetja si delja e zezë e familjes, atëherë shanset janë që ti ke ardhur këtu për ta thyer çdo mallkim familjar. Nëse ndihesh sikur je bërë një sulm për familjen tënde, nëse ndihesh e keq kuptuar, e gjykuar apo e përjashtuar, vetëm sepse ke ndryshuar, duhet të dish diçka shumë të rëndësishme. Ti nuk ke bërë asnjë gabim. Ti nuk u rebelove. Ti je zgjuar. Frekuenca jote ka evoluar për te iluzionit ku ata ende jetojnë. Zëri yt i shqetëson jo sepse është i gabuar, por sepse mbar dritë, jo bindje të verbër. Ti nuk e tratove familjen. Ti theve magjinë e brezave. Drita jote, shërimi yt dhe liria jote po nxjerrin në pa gënjeshtrat mbi të cilat është ndërtuar një identitet i vjetër. Prania jote po rrëzon histori që nuk janë më të vërteta. Ata nuk flasin për ty sepse u intereson. Flasin sepse ti dole nga afati i tyre kohor. Tashëdhemet janë vetëm një shenjë se ndryshimi yt është real. Ti nuk e ardhur këtu për t'u pëlqyer. Ke ardhur këtu për të thyer cikle, për të shëruar trauma, brez pas brezi, për të hapur një rrugë të re. Dhe tani vjen pyetja e vërtetë. A je gati të mos luash më rolin që të caktuar? A je gati të mos jetosh më jetën që pritej nga ty? A je gati të zgjedhësh veten pa faj, pa frikë, pa justifikime? Retriti trejavor I Empower që fillon me 16 janar nuk është një zum i zakonshëm. Nuk është diçka që e dëgjon në sfond. Është një proces i thellë çlirimi, pastrimi dhe rikonfigurimi të brendshëm. Një hapësirë ku ndërpritet linja e traumës familjare dhe aktivizohet frekuenca jote e vërtetë. Këtu nuk vjen për të rregulluar, vjen për të kujtuar kush je. Nëse e ndjen këtë thirrje, nëse e di që diçka brenda teje po kërkon ndryshim të vërtetë, më shkruaj privatisht. Ky retrit nuk është për të gjithë. Është për ata që janë gati të dalin nga iluzioni dhe të hyjnë në jetën që ju përket. Nëse je delja e zezë e familjes, shanset janë që je edhe ajo që erdhi për të thyer mallkimin.